Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio deklaroi se zgjerimi I NATO-s duke përfshirë antarësimin e Kosovës nuk është aktualisht prioritet në agjendën e shteteve anëtare të Aleancës Veriatlantike për shkak të çështjeve të tjera në botë. Megjithatë, Rubio nuk e përjashtoi mundësinë që një gjë e tillë të ndodhë në të ardhmen. Sipas gazetarit Florent Zeçaj, një deklaratë e tillë është shqetësuese për shtetin e Kosovës duke pasur parasysh situatën gjeopolitike në botë, por Zeçaj fajin kryesor për këtë ja hedh politikës vendore. Është deklaratë shqetësuese për shtetin e Kosovës duke marrë parasysh gjeopolitikën e cila realisht ka dalë prej shtratit të vet dhe një farforme krejt bota është para një konfliktit hapun, kur e dim se dy superfuqi të kësaj bote janë të implikume direkt në një luftë. Kjo po besoj që është krejt si pasojë një politike jo të shnoshë dhe jo të mëshme të qeverisë dhe shtetit Kosovës, e cila realisht nuk I ka dhënë inputet e sajna dhe nuk e ka qenë përgjegjësinë e vet ku I takon për me pas agjendë e cila e ka për synim të plot antarësimin e Kosovës në NATO. Lutfi Bilali, njësi marrëdhënieve ndërkombëtare, vlerëson se Pakti Veriatlantik nuk është në ditët e saja më të mira, por shton se antarësimi në këtë organizat duhet të jetë prioritet I qeverisë. Institucionet do të kuptojnë që rëndësishme është. Bile mendoj që ndoshta hapat që duhet të merren më tepër duhet të bëjnë me antarësimin në aleancë, se sa prioritet, paralele por besoj që një çik më tepër duhet të japim rëndësi, por duhet kryejnë disa obligime të cilat janë rregulla, janë obligime për antarësim në Paktin Veriatlantik. Mendoj që janë disa çështje të cilat kanë të bëjmë edhe me çështjen, ne dimë atë rastin me Malin e Zi kur ka qenë antarësimi I saj, që dashur të ketë probleme zgjidhur me çështjen e kufirëve me vendet fqinje. Ne dimë që kemi një demarkim të kufinit me Serbi, I cili ende është problematik në aspektin e vizimit të vijës kufitare. Çështja e antarësimit të Kosovës në NATO u ngret në seancën dëgjimore në Kongresin Amerikan me sekretarin Rubio, ku kongresisti Keith Self I kërkoi atij ta mbështesë antarësimin e Kosovës në NATO, ndërkohë që rajonin e Ballkanit e përshkroi si shumë të brisht.